Mirë se vini, sot do të flasim për një nga ato forcat e padukshme që na shtyn të marrim vendime, shpesh pa e kuptuar fare. E kam fjalën për prirjen e autoritetit. Është ajo tendenca jonë njerëzore për t'u bindur figurave që i shohim si autoritet, edhe kur thellë diçka na thotë se nuk është gjë e duhur. Dhe kjo na sjell te pyetja kryesore. Pse ndodh kjo? Pse njerëz inteligjent me logjik të shëndosh ndonjëherë ndjekin urdhra që duken krejtësisht të pakuptimt? E po, le të gërmojmë pak më thellë për të zbuluar mekanizmin pas kësaj sjelljeje. Po mirë, ç'është tamam kjo prirja e autoritetit? Në thelb, është një instinkt i rrënjosur thellë brenda nesh, kur shohim dikë me pushtet, le të themi, një mjek, një profesor, një shef, truri ynë automatikisht supozon se ata din më mirë, dhe kështu ne thjesht ndikim udhëzimet e tyre. Dhe Charlie Munger e ka thënë fare thjesht me këtë fjali. Kur përballemi me një figurë autoriteti, duket sikur një çelës fik mendimin ton kritik. Është një mekanizëm i dobishëm për të mbajtur rregull, por siç do ta shohim, mund të jetë edhe jashtëzakonisht i rrezikshëm. Në rregull, le të hyjmë tani te shkenca pas kësaj. Pse jemi kaq të predispozuar të bijmë në këtë, le ta quajmë kurth mendor? Përgjigja, si shpesh herë, fshihet në programimin ton psikologjik. E gjitha funksionon në mënyrë befasuese të thjeshtë, që fëmijë ne mësohemi që bindja ndaj prindërve dhe mësuesve është e drejtë dhe e sigurt. Ky model krijon një si rrugë të shkurtër në tru. Bindu dhe do të jesh i sigurt. Kështu në vend që të analizojmë vetë një situatë komplekse, ne ja kalojmë barrën e vendimit dikujt tjetër, figurës së autoritetit, është më e lehtë, apo jo? Dhe për të parë se sa thellë shkon kjo prirje, duhet të kthehemi pak pas në kohë, në vitin 1961, në Universitetin Yale, ku u zhvillua një nga eksperimentet më tronditëse dhe më të famshme në historinë e psikologjisë. Imagjinoni pak skenën. Një person i zakonshëm, si unë e ti, ulet para një paneli me butona. Në dhomën tjetër, një person tjetër. Pranë tij, një shkencëtar me bluzë të bardhë laboratori thotë: "Ju lutem vazhdoni." Sa herë që personi tjetër gabon, duhet t'i japi një goditje elektrike. Edhe pse dëgjonin britma dhimbjeje që sa vinin e shtoheshin, shumica dërmuese vazhduan t'i shtypnin butonat, vetëm sepse figura e autoritetit u thoshte ta bënin. Ishte shokuese. Dhe ja ku është mësimi i hidhur por thelbësor nga ky eksperiment. Ai na tregoi se kur përballemi me një autoritet të fortë, busulla jon e brendshme morale mund të humbas drejtimin. Bindja mund të bëhet më e rëndësishme se vlerat tona më themelore. Tani, le ta lëm laboratorin dhe ta sjellim këtë koncept në botën reale, në një mjedis që të gjithë e njohim. Do të përdorim një histori me 2 restorante për të ilustruar se si kjo prirje mund të ndërtojë ose, më keq akoma, të shkatërrojë një biznes. Pra, kemi 2 skenar krejt të ndryshëm. Në njërin anë kemi restorantin Imperial, ku fjala e shefit kuzhinës është ligj absolut, i padiskutueshëm. Dhe në anën tjetër kemi restorantin Piazza Verde, ku menaxheri ka një qasje krejt tjetër. Dhe historia jonë fillon me një vendim të vetëm. Shefi, një figurë me një autoritet të jashtëzakonshëm, vendos të përmirësojë një nga pjatat më të famshme të restorantit. Ai është eksperti apo jo? Në mendjen e tij, përvoja e bën atë të pagabueshëm. Por ja ku fillon problemi. Kamarierët, ata që janë në vijën e parë të betejës, e shohin menjëherë që diçka nuk shkon. Klientët ankohen, pjatat kthehen mbrapsht, por a flet njeri? Jo. Askush nuk guxon të sfidojë shefin. Të gjithë mendojnë, kush jam unë, ti them atij se ka gabuar. Dhe pikërisht kjo heshtje, e lindur nga frika ndaj autoritetit, fillon ta dëmtojë biznesin. Mirë, mjaft me shembuj negativ, le të kalojmë tani te restoranti tjetër dhe të shohim se si funksionon alternativa, sepse gjithmonë ka një mënyrë më të mirë. Këtu, te Piazza Verde, filozofia e leadershipit është krejt ndryshe. Menaxheri e kupton që roli i tij nuk është të jap urdhra, por të drejtojë një ekip. Ai nuk i sheh punonjësit si vartës, por si bashkëpunor të vyer. Dhe kjo fjali e vetme ndryshon absolutisht gjithçka. Është një ftesë e hapur për dialog. Ai po u thot njerëzve, informacioni juaj është i vlefshëm. Sfidojeni status quo-n nëse mendoni se është e nevojshme. Kjo e transformon dinamikën nga një hierarki frike në një ekip të bazuar te besimi. Po, rezultatet flasin vetë. Problemet identifikohen dhe zgjidhen menjëherë. Vendimet janë më të zgjuara sepse bazohen në të dhëna reale nga tereni dhe më e rëndësishmja
Menaxheri fiton respekt të sinqert, jo bindje nga frika, dhe sigurisht biznesi lulëzon. Pra, pyetja natyrshme është, si mund t'i zbatojmë këto mësime? Si mund ta menaxhojmë këtë prirje të fuqishme njerëzore në ekipet tona, pavarësisht nëse jemi në një restorant, zyrë apo kudo tjetër? Këto janë 4 hapa fare praktik. Thelbi është ky: autoriteti i vërtet nuk vjen nga titulli në kartvizit, por nga kompetenca dhe respekti që fiton. Një lider i mirë e di se informacioni më i çmuar shpesh vjen nga ata që janë në terren çdo ditë, dhe detyra e tij është të krijojë një mjedis ku ai informacion mund të dalë në sipërfaqe pa frikë. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që autoriteti është gjithmonë i keq. Përkundrazi, kur përdoret siç duhet, ai është një mjet i jashtëzakonshëm. Për shembull, mund të ndërtoj besim te klientët duke e pozicionuar shefin si një ekspert të vërtet me rekomandimet e tij, ose duke shfaqur hapur certifikimet që vërtetojnë cilësim. Por, le ta mbyllim me një paralajmërim serioz, sërish nga Munger. Një vendim i gabuar i marrë nga një lider i vetëm dhe i zbatuar verbërisht nga një ekip i heshtur mund të shkaktojë më shumë dëm se çdo krizë ekonomike. Rreziku është vërtet i madh. Dhe kjo e përmbledh në mënyrë perfekte. Ne, si qenje njerëzore, jemi të programuar të bindemi. Pyetja e madhe për këdonjë një pozicion drejtues është: a do ta përdorësh këtë instinkt natyror për të krijuar një mjedis frike dhe konformizmi, apo një kulturë besimi ku idetë më të mira fitojnë? Sepse në fund të ditës, zgjedhja bën të gjithë diferencën. Faleminderit.